Vazhdoni të mendonin se në mos gaboj para disa vitesh kemi deklaruar që PDK dhe LDK-ja i keni cilësuar si djem të Serbisë, apo gabohen? Kemi deklaruar se, shiko, nuk besoj ta kemi deklaruar kështu. Problemi është se duhet dalluar midis ndjenjave dhe racionalitetit të veprimit. Sigurisht që dikush mund t'i shërbej Serbisë duke e urryer më shumë se kushdo tjetër. Por për shkak të mënyrës si e koncepton ose dhe percepton situatën, si i madh forcat në konflikt, dhe pastaj zgjidhjen që propozon mbi këtë perceptim dhe matje që ka bërë cila do jetë më e mira, mund të mos ja qëllojë. Prandaj në këtë kuptim duhet bërë dallim midis, duhet kur flitet për shërbim të Serbisë, serbofili, në një farë favorizimit të planeve të Serbisë për shqiptarët, nuk ka të bëjë me ndjenjat e aktorëve, e personave veprues, por ka të bëjë me gjykimin logjik. Shikoni ju çka është në programin e Serbisë dhe pastaj sheh se je duke e bërë atë, pavarësisht se urrejnë. Me fjalë tjera, këto janë ato probleme që i ka ngatruar prapë në gjumë opozita. Për shembull, Albin Serbia, pse se i ka hequr institucionet e Serbisë dhe praninë e Serbisë brenda Kosovës me institucionet, me ligjet e saj, pra kishte një ortakri në sovranitet brenda Kosovës. Ku një pjesë sovranitetin ushtonte një sovrani huaj dhe në pjesën tjetër sovrani vendor. Është kontradikt në koncept qeverisja e dy sovranëve. Donë është pa mundur, sepse atë koncepti sovran nuk vlen si i vetmi që ndon. E tani, me qenë se me politikat e tij dhe me veprimet e tij, Albini e përjashtoi nga Kosova sovranin rival ose ortak të pranuar më parë, i thonë se kjo është në shërbim të Serbisë. Si mund ta kërkojë Serbia më hiqni nga Kosova? Si bie kjo pra me programin serb? Programi serb është të qëndrojë në Kosovë dhe të shtrihen secilin herë më shumë, apo të largohet nga Kosova. Sigurisht, tërthorazi ishin duke thënë se kjo shërben Serbisë sepse na prish me aleatët dhe pastaj na jemi krejt pafuqishëm përballë Serbisë. Ky është argumenti si i thënë shkurt i tyre, por kjo nuk ishte gjas as të ndodhë dhe as nuk ka ndodhë. Tani secilin herë e më shumë Serbia është në bankën e të akuzuarit dhe Kosova në bankën e akuzuesit. Sepse në fundit, gjithë kjo veprimtari e Albin Kurtit është shoqëruar edhe me një fushat shumë intensive të kthjellimit të çështjes. Kush është duke rrezikuar stabilitetin në rajon, gjë që intereson më shumë ndërkombëtarëve, gjendja e brendshme ju intereson shumë më pak, është çështje e brendshme e sovranit, vendos vetë si do të qeverisë. Por interesi i ruajtjes së paqes sigurisht është me interes ndërkombëtar dhe deri atëherë ishte po mbetej Kosova si akuzuar vazhdimisht nga Serbia, dhe nuk po zbaton marrëveshjet që janë bërë se tjerë. Ndërsa tani secilin herë më shumë është e akuzuar Serbia sa e kësaj fushate kthjelluese të perëndimit, duke përmendur praninë e bazave ruse në kufi me brenda Serbisë, por në kufi me Kosovën, e deri tek detajet siç është organizimi i sulmeve të bankës e kështu me radhë, dhe u arrit pra që të përmbyset edhe kuptimi dhe perceptimi i aktorëve në rajon, edhe në termat e kush është më rrezik dhe kush është më pak rrezik, ose kush po kontribon në stabilitet dhe kush po rrezikon stabilitetin, dhe kjo nuk e di se si mund t'i ketë shërbyer pra Serbisë. Thjesht duhet një punë e madhe për të folur me aleatët, duke u nisur nga besimi të aleatët, që ata nuk na duan të keqen, por që duhen ndihmuar me njohjen që kemi ne,
ta njohin edhe ata aktorët në rajon. Shpesh herë njohja periferike është shumë më e thellë se njohja nga qendër. Dhe popujt në periferi dhe njohjet periferike të njëri tjetrit janë shpesh shumë pakta se sa që mund kullohen derisa të shkojnë në qendër dhe nuk pasqyrohet si duhet. Prandaj kjo nuk e di se si mund të largohen të aleatët, në qoftë se janë aleat, ku ju tregon se unë aleati juaj që keni kontribuar në shtirimin tim, po kërkoj ndihmën e juaj nga e rrezik që vazhdon tani kundër cilit ju keni ndërhyrë, por që tani vazhdon në mënyra të tjera ta kërcënoj përsëri popullin tonë dhe vendin tonë. Kjo nuk kishte asnjë kuptim, por thash është pa kuptimësia gati gjuhësore dhe mendore që përpiqet të injektojë në popullsi dhe të votuesit një opozitë që mund të ketë motive krejt të tjera, personale, pushteti, pasuri e kështu me radhë, dhe i paraqet pastaj si një problem popullor i përgjithshëm, e që për fat mirë në Kosovë sigurisht kjo nuk ka ecë. Pas pak, atëherë vijnë të ky absurdi që një popull të tërë e konsiderojnë analfabet, i paditur, proserb, se nëse Albin Serbia është Albin Serbia dhe 51% e popullsisë është me albinë, atëherë është 51% Serbia. Gjë që është thash një fyrje që i bëhet një popullit të tërë në terma moral, po edhe në terma racional është një përpjekje për ta çorientuar një popull të tërë, për ta bërë vërtet analfabet politik. Profesor, përqendruar për ta mbyllur me opozitën me motivet e saj,